Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zgjodhi që komunikimin e parë për këtë vit ta zhvillojë me qytetarët në rrjetet sociale. Berisha komentoi lajmin për arrestimin e presidentit Venezuelës, Nicolas Maduro, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke cilësuar këtë një lajm të mirë edhe për shqiptarët. Këto zhvillime në Venezuelë janë një inkurajim shumë i madh për opozitën shqiptare për të bërë detyrën e vet largimin sa më shpejt nga pushteti të një diktatori që qëndron mbi votën e grabitur, mbi lidhjet e tij me krimin dhe drogën dhe vjedhjet e shqiptarëve. Berisha lajmëroi rinisjen e protestave kundër qeverisë socialiste, ndërsa komentoi qëndrimet e kryeministrit Edi Rama për çështjen Balluku. Berisha theksoi se tashmë edhe sistemi i drejtësisë ka rënë ndaj protestat, mbeten e vetmja rrugë për largimin e Edi Ramës. Pra, ai shndrohet në diktatorin e pushtetit absolut, ndaj dhe përgjigjja jon do të jetë absolute ndaj tij. Kështu që do të përgatitem dhe jemi të përgatitur për protesta të reja të fuqishme në moton ja vdekje, ja liri, dhe ne do fitojmë. Berisha lajmëroi në ditët në vijim edhe bisedime me të gjitha partitë e opozitës. Pikërisht për të krijuar një front sa më të gjerë përbashkë në këtë betejë vendimtare për fatin e demokracisë në Shqipëri kundër Edi Ramës. Të hënën në 5 janar, demokratët do të mblidhen sërish si çdo javë para godinës së kryeministrisë për zhvilluar foltoren e tyre e për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ndërkohë që protesta e parë kombëtare për këtë vit pritet të mbahet rreth mesit të muajit janar.